Hello, përshëndetje, mirë se vini në një video të re. Kam goxha kohë pa filmuar dhe pa folur me ju këtu, por unë sa po bëra gati, rregullova pak flokët, që dalën bukur dhe shkoni sa flokë që më kanë dalë tek pjesa këtu, vetëm duke përdorur kombinimin vajor nga Ada Herbs dhe dini çka, po më pëlqejnë flokët kështu, inspiruar, unë kështu i kam bërë gjithmonë, po duken shumë romantike, edhe inspiruar dhe nga filmi që pam në kinema me Margon. Duke nice. Tani, unë bëra pak buzët dhe këtë komplimi që më pyesni gjithmonë për buzët, unë e bëj me këtë nga Benefit dhe me një laps ngjyrë kaf. Tani, do marr pak një ndriçues për thonjt, që është ky këtu, e do t'i bëjmë pak thonjt me këtë, sepse ju e dini që po bën shumë muaj që unë nuk i kam bërë thonjt dhe nuk e mbaj mend herën e fundit si i kisha, aq shumë po bëjnë. I bëjnë ndonjëherë me këtë ndriçuesin, kur kujtohem, edhe thahet shpejt. Ky po nuk është se zjat. Shqironi ndonjë manikyr që nuk bëhet copa dhe është i mirë. Dua të blej një nga marka e Chanelit, se mendoj se mund të më rri. Thoni nëse e keni mban manikyrin apo nuk e mban. Unë nuk dua fare që ta vendos tek furra. Siç e dini, unë e hoqa një nishan, që nuk ishte problematik, e kam hequr këto më operim. Por duke vënë që kam nishane në duar dhe që më ka ndryshuar formën, kam zgjedhur që më mirë mos t'i bëj, edhe duke ditur që nuk është Zoti na ka bërë kështu për një arsye, se më bën të ndihem më bukur nëse unë i bëj thonjt. Edhe kështu shumë nice janë. Dhe duke dora më e pastër. Dhe është më higjienike me thënë të drejtën. Sa i gjithë se cili e di vetë, thjesht unë jam shumë kundra nëse jeni të vogla, ju lutem, mos i bëni thonjt. Një, nuk keni mosh, dy, nuk dukeni bukur. E di që do thoni, Riana, e kemi me qef, kështu e di. Edhe unë kur isha e vogël e kisha me qef, por nuk mendoj se është normale, kanë qenë në një sallon para shumë kohësh. Edhe erdhi një vajzë, ishin 2 motra, edhe i kishte si më duket tezja e tyre, a mami nuk e marra vesh, edhe goca ishte 6 vjeç, ndoshta. Ok, ishin pushime verore, po nuk e di, unë u skandalizova, që erdhi një 6 vjeçare për të bërë thonjt me tipsa. E di që i keni shumë qef, por janë disa gjëra që mendoj nuk janë të shëndetshme për atë mosh. Shim pak tu se më bërë pak pis. Edhe kështu, bëra këtë me fondatin, mëra një pik fondatine këtu. Në fakt mëra i SPF-ja me ngjyrë, se duket, por nejse nuk do bëhem që të ndrohem se jam veshur. Sot do shkojmë në Elbasan për thrifting dhe për bugaçe. Vetja shumë hahet një bugaçe në Elbasan dhe shpresoj shumë që të gjejmë një dyqan hapur. Tani kam parë në internet që është një që quhet Klajti dhe është një që është edhe një të ambulanca. Unë dua të provoj të dyja dhe shpresoj që të kem fatin të gjej një të paktën, se kur kam qenë herën e fundit në Elbasan që vajta kastili për bugaçe, nuk gjeta asnjë sepse nuk po e merja vesh, ndoshta të dielën jam mbyllur, nuk e di, luteni për mua që të gjejmë bugaçe. Ja, kështu bukur e bukur, që se vini re, kam një bërzyly këto ri, dhe është këto, Madhe Royalve për Shë Valentin, që është shumë nice. E kështë marrë të Swarovski, edhe e kështë fiksim të ma blinte diçka aty, shumë i bukur është. Edhe ja, kam 2 bërzyly që këto. Tha, ti e mbar këtë bërzylyk unë këtej. Salme më ka blerë shumë shpesh bërzylyk, edhe do më thënë do të më blejtë, unë i them të lutem nuk i mbaj. Më thotë, këto që sa kanë dhëruar, unë e mban ti. Prandaj të mora një që ta mbash edhe nga ana këtej. Këtë kam blerë vetë tek fshati Krishtlindjeve e quaj unë, që është aty në qendër. Ishin kështu artizanale që ishin për në Krujë. Nuk e di nëse është e vërtet, por nejse ma më pëlqen dhe shkëlqen shumë bukur. Shkëlqen shumë bukur, e reja. Tani unë kam pak emociona, se thash që kam goxha kohë pa bërë video. Edhe nuk di çfarë flasje, se dolan thonjt. Duke nice. Duhet që t'i pres pak, por nejse.
me manikyr duken pak më bukur. Do vendosim edhe parfum dhe ky është i preferuar im nga Lancome, që është Idol. Quhet edhe ky nga Ada Herbs, që ka këto notat e luleve, që e adhuroj. Sot veshja është kjo, një veshje shumë bazike, por më pëlqen. Shkon edhe fshesa në aty që ka vendosur unë të Dysonit. Edhe do vendos edhe këto syzet. Edhe jam inspiruar sepse po shikoj serialin Love Story, që super sugjeroj, e gjeni në Disney Plus. Historia e John Kennedy Jr., do të thënë djali presidentit të Amerikës, edhe historia e dashurisë me Caroline. Ja. Edhe u inspirova nga Carolina. Më pëlqen, është nice. Do shkoj ta vesh me loafers, sot ta vesh me pupa, edhe për në Elbasan shpresoj që mos të jetë vap. Mos të jetë ftohtë. Sorry. Çka mund sot? Po nisi ta marrim këtë xhaketë. Kam këtë xhaketën që është nga Hugo Boss. Ndoshta mund të kombinoj dhe mund të shkoj sipër. Ta marr një herë në dorë, se asnjëherë nuk i dihet. Është prerje oversize, është dashuri. Kjo është xhaketa ime e preferuar që unë kam në garderobë. Shikoni sa e bukur që është kështu si pakto, me plot, ngjyra, prerja, perfekte. Marrim dhe një unaz që të vendosim. Edhe kështu i kam rregulluar bijut e mia. Këtu kam futur këto gjërat që nuk dua të duken dhe jam me ngjyra, por hey, duket nice. Duket nice. Më pëlqen. Do marr këtë unazën. Këto do vendosim sonte. Edhe këto. Kombinim shumë e mirë janë këto të dyja, më pëlqejnë. Edhe thonë si duken. Duhen prerë. Dhe pres pasi të vi, se tani po përtoj. Është me lëvizje këtë telefoni. Vendosim këtu unazkat tona. Apo të vendosim këta. Jo, ore, unë bushe shumë. Nëjse me afton kaq. Shumë mirë është. Këto janë syzet që mua më shkojnë më shumë nga të gjitha. Dhe janë shumë të mira, të rehatshme. Unë që nuk i mbaj syzet, këto mundohem që t'i mbaj. Edhe ja, dhe veshja me më shumë detaje. Ndërkohë dio mora me rregullimin e garderobës dhe kam qarë sistemimin, ka dalë shumë mirë. Këtu kam vendosur këto pellushat, pulovrat, këtu kam vendosur xhaketat në ngjyrë të hapur dhe këtu xhaketat e errta, por shikoni si është trembëruar. Sepse unë isha e fiksuar dhe doja këto t'i kisha ngjyrë të bardhë, por shumë e vështirë që të gjesh hekur të bardhë, dhe më tha mobilieri që të merrnim hekur dhe t'i lyenim, por unë mua nuk më prite, e thash që dua sa më përpara, edhe përfunduam me këto kallçuket. Edhe më tha, lë 100 herë, merr diçka hekur, nuk bëjnë ato. Jo, i dua të bardha, kështu si jam unë, ke parasysh që nuk dua gjë këshillate asnjë njeriu. Edhe tani do na vinë ato të tjerat. Do na isë të direkt mobilieri, por unë kam porositur gjithashtu edhe një pasqyrë të madhe katrore që duhet ta vendos tu te studio, sepse për momentin kam marr pasqyrën që është e sallonit, edhe thashmë që do vi, mos do na vendosi edhe një shim për dritaren. E thashmë që do vi, mos të vi 3-4 herë, të vi një herë dhe na i mbyllet gjitha këto punë dhe na sjellë edhe këto që do jenë metal, dhe do jenë ngjyrë, o duhet të zgjidhja ngjyrë inoksi, siç është ajo e para, që nuk e ka gjetur asnjë, o duhet të zgjidhja ngjyrë inoksi, o duhet të zgjidhja ngjyrë bordeaux, o ngjyrë moka duhet të jetë si kafe, o ngjyrë të zezë. Më duket bordeaux nuk ishte, ja futa kot se nga trova me mokën. Edhe tani më thonë ju çfarë ta zgjedh. Mendoj, kam vajtur te ngjyra e zezë. Por e dini çfarë më pëlqen shumë ky druri dhe kur është i kombinuar me ngjyrën e bardhë, por shkon edhe inoksi mund të shkoj kjo ngjyra kështu si ngjyrë metale. Thoni çfarë të bëj? Se këto të bardha nuk mbahen më, edhe nuk mund t'i marr prapë të bardha sepse do përfundojë e njëjta gjë, sepse janë kauçuk i bardh, ose të pres pak edhe t'i luaj të bardha. Nëse do marr një hekur aty, të jetë ngjyrë o inoks, ngjyrë të zezë, pasi edhe çfarë të duan.
thjesht prandaj është emëruar ajo, sepse unë kam vendosur shumë peshë dhe është normale, kur nuk është diçka thjesht e bukur dhe jo diçka që duhet vendosur. Por unë që nuk dëgjoj asnjëherë dhe mendoj gjithmonë sipas kokës time. Shkret i burr thoj. Nëse unë jam shumë e kënaqur me garderobën, ka dalë fantastike organizimi, çdo gjë e kemi qartë. Kjo thjesht ishte një gjë e vogël që rregullohet dhe s'është fare problem. I ka tani, ky është outfiti. Shpresoj që t'ju pëlqej, ndihem shumë komode, është fix fare për të gërmuar aty tek thrifting i Elbasanit. Do t'ju tregoj nëse do kemi fatin, nëse do gjejmë diçka, do marrim edhe motrën e Alfios, edhe shpresoj dhe lutuni për mua që të gjej bugaçe. Nëse jeni në Elbasani, do më sillni në Tiranë bugaçe kastile, se vdiqa vetëm një herë kam provuar bugaçe, edhe kam provuar pa salcice dhe pa qofte, edhe këtë herë dua t'i provoj dhe me salcice dhe me qofte. Edhe më duken aq të mira, aq crunchy, aq super. Shikoj një djalë aty që më del në TikTok, që vetën Elbasana i djali, dhe realisht i shan ato videot edhe më hahet aty nga telefoni. Nëse shpresoj që të kemi fat të gjejmë bugaçe. Hello, nga dita tjetër. Vajta në Elbasan, nuk knaqja, bëra edhe një video për në TikTok me bugaçe që është bërë aq virale, s'ka ngel njëri pa komentuar. Edhe gjithashtu do t'ju tregoj edhe thrifting që bëra në Elbasan, sepse në Elbasan shkoj për dy gjëra, o për bugaçe ose për thrifting. Edhe ai parku i Rinea më pëlqen shumë park i bukur. Nëse do t'ju tregoj blerjet që kanë bërë tek të përdorurat. Rroba nuk është se kërkova me thënë të drejtën, sepse s'kisha ngel, kam pafunde, nuk dua të shtoj më. Por këto gjërat e shtëpisë kam shumë qejf, sepse e keni parasysh atë shandanin e madh që kam marrë unë, që është me tre kështu dhe një ambazhor i bukur. Jo, kam treguar më përpara, i kam marrë në Elbasan tek ai treg. Edhe sot mendoj se isha me fat se gjeta disa gjëra. Mora këtë çajnikun që është shumë i bukur, duhet lar normale, unë po ju tregoj direkt. Tani është si vintage. Edhe shikoni, ka edhe këtë shkrimin këtu që ka bërë në Rumani. Edhe më pëlqen. Unë nuk e se do ta përdor për çaj apo diçka të ngjashme, por edhe për çaj mund ta përdor se ka ndonjë gjë të keqe, por dua që ta vendos të doma gjumit dhe të vendos lule tulipan, ndoshta me lule kështu. Bukur roz. Më pëlqen shumë kur lulet vendosen në çajnik. T'ju tregoj tani. Mora këtë centron që kanë dalë shumë në mod. Nëse se ju shikoni këto videot chic ose foto në Pinterest, edhe centrot kanë dalë super në mod dhe janë shumë të bukura. Mendoj që kjo është bërë një punim me dorë, edhe më pëlqen. Shiko, mund ta sajo se nuk dua ta vendos edhe në kokë, si ndonjë shami, edhe kështu kanë dalë mod, ose si ndonjë pjesë outfiti në verë, si shall, mund ta përdorësh në shumë mënyra, por unë e kam marrë për në shtëpi, për dekor, tek komodina ngjyrë kafe, që kam aty televizori, edhe më pëlqen, se më duket si shtëpit në Poliçan, kur shkoja kështu tek ndonjë gjyshe, ose të gjyshja ndonjë shoqes, ose të shtëpia ndonjë shoqes. Edhe më kujton ato kohën e bukur, edhe nuk e di pse ne shqiptarët kemi shumë qejf që ta heqim, domethënë t'i zhdukim gjërat nga kultura dhe trashëgimitë tona. Në çdo aspekt, kemi qejf të bëjmë një person që nuk është se kemi rënë tek ai person, që duam të bëhemi. Pastaj gjeta këtë shandanin shumë të bukur. Ky është 15 lekë. Atë centron mala 2000 lekë ishte, kurse ky ishte 5 mala 3000 lekë. Dhe shumë i bukur, është kështu si silver, është metal, e prandaj për çmimin që e kam marrë është fantastik. Ta vendos aty te dritarja ose tek tavolina, më pëlqen shumë. Ai ka gjëra shumë të mira, vendi ku shkoj unë zakonisht, aty tek të përdorurat, është një treg, është të paktën unë vetëm ato treg di, ndoshta ju që jeni nga Elbasani mund të më tregoni në një vend tjetër, ose në gjithë Shqipëria ju lutem më tregoni vendet që kanë kështu gjëra vintage, antike, i kanë shumë qejf. Durrës, Kruj, Elbasanisha, kush, Vlorë, Fier, ku ta di unë, dhe më thoni dhe ditën që bëhet tregu, sepse iki unë dhe ju bëj video, ju bëj content, dhe ju tregoj çfarë gjërash kemi gjetur. Mora këtë, që është shumë nice, unë këtu dua të vendos unazat, ose mund të vendos në një krem, në një gjë,
Edhe kam parë tek Temu, por në fakt janë shumë fake, janë shumë cheap duken. Edhe këto janë të bukura, sepse janë vërtet vintage. Janë kështu si, nuk e di çfarë mund të jetë kjo, si alumin, nuk e di. Por shikoni sa bukur që është punimi. Si këto kishte 6 copë, por mora një dhe ma la 500 lek. Dhe super mirë është. Pëlqen. Mora këtë pjatën pastaj, që ishte bërë në çeki. Në replika çeke thot. Dhe shumë e bukur, po pash tani e pash, nuk e kisha parë, po ma la 2000 lek. Oke, ma la shumë mirë. Pas ka një të krisur këtu, por nuk duket fare se ka këtë pjesën e luleve, por shkoni sa e bukur që është. Është kështu si vintage me këtë goldin, me këtë lulet, më pëlqen shumë. Nuk e di për çfarë do ta përdor. Ndoshta nuk kam si kjo pjata kështu dhe ka fiksa të formën e peshkut, një peshk në furr i madh apo për një pul ose ta lëm balkon për bukuri. Nuk e di, por më pëlqen kjo pjesa e luleve, kështu i kam shumë qef. Dhe e fundit fare, dhe kjo tabakaja, që këta ma la 1000 lek, dhe është shumë e bukur. Në më thënë çmimet me kalën kaq lirë, sepse bëra pazar, mora gjitha këto gjëra, përveç qentro, sepse ishte në dyqan në treg tjetër, mi la për çmimin në 10.000 lek. Por edhe këto tabakan, që dhe këto kam parë një në Temu, që ishte 7 euro, që ishte e vogël dhe nuk ja vlente fare, sepse ju thash materiali është cheap, më mirë merr diçka vërtet vintage që të duket më shumë kështu e vjetër se sa. Shumë mirë kjo, e mbajtur. Do ta lajm, do ta shplajm. Ka material tamam. Edhe ta vendos aty te tavolina. Dua të vendos këtë, një vazë të bukur me lule, një qiri dhe duket shumë nice, ose këtu te studio ose në shtëpi. Nuk e di se ku. Edhe këto ishin të gjitha blerjet që unë bëra tek të përdorurat. Gjithashtu një lajm shumë i rëndësishëm është që ne video do kemi vetëm një herë në javë dhe do kemi siç kishim përpara gjatë verës, vetëm të enjte në orën 11 do shifemi çdo javë së bashku. Por nuk do t'ju mungoj fare sepse do jem shumë aktive ditë për ditë, një video në TikTok, në Instagram shumë aktive, prandaj nuk është se do ju mungoj, se këtu do t'ju kem. I qova ndej, lava edhe duart, t'i kapim pak flokët, kështu të hase kam bërë për të ngrënë, kam bërë peshk në furr me domate dhe me qep. Gjithashtu bëra disa holli që kisha këtu për në TikTok dhe në Instagram, po do ju tregoj edhe këtu, kam bërë rumuj këtu te studio, sa doni ju kam bërë rumuj. Të ndrohem. Sot vali ora 2, pa ma kam qenë shumë produktive, se kam bërë goxha content. Edhe unë jam e lumtur kur bëj content, se fund të ditës kjo është puna ime, që të bëj content, bëj sa më shumë si content creator që jam. Kjo është shtyr për niset në bakta. Gjithashtu bëra edhe një haul kësaj çantës që më ka ardhur nga Polen. Jam shumë e lumtur sepse është shumë e bukur, shumë nice. Jam e lumtur që një brand si Polen do të bashkëpunoj me mua edhe më dërgon këto çantat e bukura. Kam një çantë tjetër, por kjo është kështu fiks çantë verore, dimërore që mund ta vendosësh edhe ngjyra, do të thonë është shumë e favorshme për të gjitha sezonet e vitit dhe më pëlqen. Mendoj se më duhet një çantë në ngjyrë të tillë. Kështu ta vendosim te garderoba se haulin e bëm. Si në TikTok bëra edhe një në Instagram, se në fakt në Instagram e kam për bashkëpunim, por ja tregoj edhe këtu në YouTube. Se mendoj se i keni qef të gjëra dhe pse jo t'i shikoni live se si duken. Kjo është edhe kartoni i çantës Polen. Në fakt nuk e din që se Polen si në Shqipëri, po unë e kam marrë në Gjermani. Edhe ma dërgoj një shok i porositë dhe më të vajtë në Gjermani të një shok i Alfjes. Edhe aty erdi. Ta vendos aty lartë, thjesht ta kem si ku t'i kartonu fut në raqe. Edhe pse, unë nuk se kam shumë çanta firmë që t'i kem bler me karton dhe të vendos këtë. Kam disa çanta të mira, do të thënë që janë materiale të mira, janë brende, janë me emër, por i kam marrë edhe i kam marrë në kështu, do të thënë, në second hand, që ju kam treguar, dhe i kam marrë me çmim shumë të lartë, kam marrë. Okej, nuk se i kam gjetur tek kam fjalën nuk është, do të thënë janë të verifikuara që janë origjinale dhe i kam bler tek dyqanet që shesin këto lloj çantash. Dhe një çantë kam marrë në Vinted së fundmi,
Çantë të re unë vetëm Jacquemusin kam marrë, kam marrë tjetrën. Pastaj janë dhe këto Longchamp, që nuk e se quhet, Demilier, Polen, gjitha këto i kam marrë me kuti, kurse çantat e tjera i kam marrë me kam blerë thjesht kështu si çanta të dorës së dytë, po me një çmim goxha të lartë. Kam marrë, se Fendin e kam marrë 500, kam marrë ato të Gucci-t, mora një çantë të re, që prit pra t'regoj. Tani duket që kështu dhe s'po pëlqen që videot e mia të jenë vetëm me çanta e me gjëra të tilla, por realisht këto i kam marrë dhe kjo është një çantë nga Louis Vuitton. Edhe dëgjova pak, kishte bërë ai Nadiri, dhe mua më pëlqen shumë ai, nuk e di nëse ndiqni apo ju kam thënë ndonjëherë. Kishte treguar historinë e Louis Vuitton, zotit Vuitton. Prandaj e shqiptoj dhe unë kështu se ishte 10 minuta histori jetën e tij, se sa vështirë kishte, dhe tani unë e vlerësoj më shumë këtë çantë. Dhe kjo në fakt është çanta ime e parë brand, sepse një kushtuara ime që tani jeton në Angli, kur vinte në Angli apo para shumë vitesh, mund të kem qenë 8 vjeç. I thashtë erë se gjithmonë që më kam ëndër të marrë atë çantën e Louis Vuitton, se ka qenë shumë e famshme. Louis Vuitton. Kjo, më duket se ajo kishte fjalën për Never Fall, atë modelin tjetër, që dhe unë isha midis këtij modeli dhe atij, por zgjodha këtë sepse gjeta me çmim shumë të mirë në Vinted. Dhe realisht kjo çantë kushton shumë, por ajo vajza që mora unë e kishte mbajtur super mirë. Edhe madje brenda atë verifikimin e Vinted që më duket është 10 euro. Nuk e di ku e kam atë kartën që më dha Vinted, që verifikon nga Vinted që është origjinale. Ju ftoj që ta bëni atë nëse blini një çantë mirë, se normale 10 euro s'është asgjë për asaj që po paguani, por nuk e keni idenë se sa mbajtur mirë, dhe unë nuk jam tani në sfidë për ta mbajtur edhe unë në gjendje kaq të mirë. Edhe kjo është çanta ime e preferuar nga të gjitha çantat që kam, ndoshta ka kushtuar më shumë nga të gjitha prandaj. Edhe ka të gjitha këto shkrimet shumë. Nëse unë nuk është se po bëj si eksperte, se unë as nuk i dalloj dot fare kur është origjinale apo jo, por e ka bërë Vinted këtë punë, prandaj nuk është se duhet t'ju tregoj kode dhe gjëra të tilla, por më pëlqen shumë. Është këtë çantën e ka influencia ime e preferuar që është Filipa, vetëm nëse e ndiqni, është nordike, edhe shumë influencerë të tjera, dhe më pëlqen më shumë se Never Fall, me thënë të drejtën. Është më shumë rea. Qofse e dini, unë kam atë çantën ikonike që janë bërë shumë famshme këtu në Shqipëri, që është Poleni, që është këtë çanta këtu. O zoti mas, kjo çanta e rea me të beas. Nise, në Shqipëri, se kështu ka pafund influencera që e kanë bërë virale si çantë. Dhe ajo më pëlqen shumë, është çantë e madhe, më rri mirë, më baron punën, më marr shumë gjëra, edhe prandaj para këtë që është fantastike, nuk e di, e kam mbajtur në mënyrë fantastike. Edhe mbrapa ka këto. Tash, jam në sfidë me këtë çantë. Qofse unë do ta mbaj kaq mirë, se e kam mbajtur vajza ku e mora, që është ista. Ua, sa bukur që është. E adhuroj dhe mendoj se më shkon shumë, dhe një çantë duhet të shkoj. Edhe thash, kjo është çanta ime e parë brand, që unë kam dëgjuar kur isha e vogël, nga një kushtuara ime që jeton në Angli, që më duke një botë që as nuk e konceptoja dot, edhe gjithmonë kur shikon kushtuarat të tua që janë më të mëdha, i merr si, nuk e di, si shembull ndoshta, edhe e kushtuara ime, e kam kushtuar nga ana e mamit, e kam çopteze. Edhe nuk e di nëse i shikon videot e mia, por e përshëndes Elën, edhe nuk e di nëse ajo e ka bler çantën e saj, që mua më është fiksuar në mendje që e kishte qef. Nise, unë e mora, kjo është e sigurt, dhe më pëlqen shumë, dhe është, zotsa më pëlqen, nise, se po flas shumë edhe jam shumë emocionuar, se realisht është Karlo fiksa siç e doja, nuk ka asnjë gërvishtje, është në gjendje shumë të mirë. Edhe ta gëzoj çantën! Në furrë që të më shijoj se kështu e ftohtë nuk e kam fare qefe, sidomos peshkën. Ja dhe dreka ime, peshko në furrë që ju thash, edhe 3 domate të ushqim. Bëra që dje në tark, e ngrova në furrë, dhe duket shumë jame. Pa bukë, po e ha sepse s'kam bukë. Më ka mbaruar buka dje në darkë, edhe po përtoj që të dale të ble bukë, edhe pse isha për jashta, por harrova të ble. Nise, e ham pa bukë, që s'kemi.
Mëngjes. Po shkoj për pilates. Nda jam quar ka qerët, por fytyra ime një moment. A me maci. Kjo është shoku i Milazhes. Që i ki ble ushqim. Ja me Vanesrave të ora pa 5. Ka marrë baterinë me këti të morit, po pore motorit. Find me in the open, all the good and broken, nothing left unspoken. No, I am here, standing here. Find me in the open. Find me in the open. How will I know? Erdha në shtëpi dhe t'ju tregoj pak çfarë bleva tek fshatarët. Mora sallat jeshile, mora 2 qese, një qese kushtonte 1.000 lekë dhe shkoni sa të mira. I ka marrë dalin disa zonja aty në rrugë, tek rruga e Alidemit, që është afër shkollës së baletit. Ka marrë çikore, plot, ishte 200 lekë tufa. Duket se kjo s'është çikore apo çikore është. Edhe apo është qumshtar. Nëse goca më thoni çfarë është. Edhe kushtonte 200 lekë, mora 5 cop, 1.000 lekë, një qese plot. Mora hudhër të freskët dhe të njom. Kanë aromë dhe duken shumë jami me djathme. Unë i kam qef t'i ha me djathme, ullinj me qik domate. Ka marrë 1 kg kastravec, ky kushtoj ca se ishte 2500 lekë kilja, por aman ishte i vendit. Edhe, okej, gjithashtu edhe domatet, prandaj janë kështu të vogla. Këto më duken të mira, ishte kila 1500 e këtyre. Mora një spinaq, ishte tufa 1.000 lekë, për duket shumë i mirë. Edhe i freskët. Gjithashtu këto nuk ja di emrin, po më tha që mund t'i përziesh me çikoren dhe dalin të mira të zjera. Edhe kushtoi 200 lekë tufa. Ka marrë një nenegjik që ka aromë zot sa të mira, ka aromën. Gjithashtu mora edhe 2 tufa me majdanos. Okej. Dhe pul fshati. Dhe nuk isha marrë asnjëherë në rrugë pul. Edhe nuk e di pse, sepse është shumë herë më e mirë se e marketi, sepse unë di ta dalloj, sepse prindrit e mi kanë pula vetë, dhe dallohet, do me thënë, që është e mirë. Tani do ta provoj, e bleva 15.000 lekë, ka edhe të brëndshme të brënda, dhe ta provoj në qoftë se është vërtet shumë e mirë, dhe në qoftë se do ta rible përsëri, do t'ju them. Dhe i gjithë ky holli kushtoi 23.000 lekë, 23 duket, mos gabohem. Edhe rrugën ju a thash, adresën ku e mora qysh tek, do t'i lajm, do t'i shplajm, do t'i qëm në përvënde dhe do gatuajmë sot. Healing is the closest. This is where my hope is. Oh, I am here. Yeah, I'm standing here. Find me in the open. Yeah. Find me in the open. Find me in the open. Find me in the open. I've been lost my way back home and been hiding from the light. I thought I'd be alright, but time is coming, all of it down. I surrender. I surrender. Find me in the open. All the good and broken. Hello!
Më kishte marrë malli për gjithë pamjen dhe ndjesin që pak park ose më sakt Tajvani mua më jep, sepse ju kam thënë që është nga vendet e mia të preferuara në Tiranë, që më mbush. Edhe më kishte munguar kjo kohë, ky gjelbërim, edhe pranvera pas ka ardhur në Tiranë. Shikon sa bukur. Do doja të kishte pak më shumë pemë, të ishte pak më i madh, por prap mjaftohem me kaq dhe më pëlqen. Unë dola, po pres 2 mikeshat e mia, edhe sot do ikim të provojmë një panine që mlizizanave kanë nxjerr, që është me salcice dhe jam kurioze ta provoj, se më duket shumë yummy. Sa bukur! Kam veshur edhe këtë xhaketën që bleva, edhe në sakt është vap, se kam vesh me pullover, por po e shijoj ka shumë, edhe gjeni çfarë. Nesër do dal vetëm, se kam nevojë që të qëndroj vetëm, në marr librin që kam nisur dhe do bëj një piknik të vogël këtu. Vetëm, unë dhe librin, atë Jane Eyre që ju tregova në shtëpi. Nuk e din që ose ju thash, por sot në orën 4:30 kam lënë takim dhe do lyej flokët, do e ndryshoj ngjyrën, dua ta bëj pak më ngjyrë kafe, më natyrale, se sikur ka marrë këtë të kuqerem që nuk më pëlqen fare. Por tani e keni parasysh atë që ju kam thënë fiksimin tim, para se të bëj një ndryshim më pëlqen vetja siç jam. Por, më jep një ide, do më shkojnë flokët e shkurtër, sepse jam shumë afër, shumë afër për t'i prerë të shkurtra dhe me baluke si personazhi Fusunit tek Muzeu i Pafajësisë tek seriali. Unë në fakt i kam pasur ashtu dhe i kam shumë qef, se më duken sigur edhe, domethënë, më pëlqen shumë dhe gjithmonë më kam pëlqyer modeli Matildas që luan Natalie Portman tek filmi me Leon. Edhe nuk e din që ose do më shkonin, por do kisha qef që t'i provoja edhe duke marrë parasysh që jeta është kaq e shkurtër, pse mos t'i provojmë gjërat që kemi qef? Më duket se po mbie telefoni. Prit ta shoh. Duhet të jetë një nga shoqet e mia, ndoshta kanë arritur. Se me syze nuk më njeh. Bo një rëmuj këto. Jo. Një vajzë tjetër që më ka shkruar. Nëse unë tani duhet t'i ikim në qendër, se aty e kemi lënë takimin, por lash këtu motorin edhe e dini ju. Mundohem gjithmonë që të ndaloj këtu. Shikoni se janë rritur flokët. Duke më nice flokët kështu. Ndoshta sepse partia në darkë vendosa atë maskën e kerastas që e fton pak flokun, këto të kuqereme. Edhe janë nice. Por sa keq kam në takim sot. Fatë keqësisht. Më duen këto ditë që të them se bukur është Tirana. Shiko ku hyra. Erdhëm këtu tek Mlizi dhe morëm panine. Zadrina. Po. Ne jemi na jugë të gjitha. Kretë që të shkoj ora 4. Se në ora 4 kam dënë takimin për flokët. Jam emocionuar. Kur ja kalova aq bukur në gocat, realisht në ditë pranvere. Unë sa po erdha këtu tek salloni dhe do provojmë
diçka të bëhemi prune. Shpresoj që të duket nice. No more dead weighted, stuck in Kansas State, looking left out, but hey, we're fine. Goca nuk njohin veten, por më pëlqejnë shumë si kanë dalë, normale që do shkarkoj, prandaj guxova pak më shumë se zakonisht, por më pëlqejnë kaq shumë. Këti kanë dalë shumë bukur. Si ju duken? Ma bëni qefin. Mos po mërzisni. Edhe kështu duke ngrënë një karamele, duke prishur dietën. Unë tani do mbyllim edhe videon që kështu do shifemi të ejnëtën tjetër. Mos harroni të bëni një like, një subscribe dhe të më ndiqni edhe në Instagram dhe në TikTok. Ciao!